Miq, përshëndetje dhe mirë se vini në Telerevistën Sportive. Unë jam Kevin Rapaj dhe do të jemi bashkë për të njohur me lajmet e fundit nga bota e sportit. Pa u mburkon, nisim me lajmin e parë për sot. Pas 12 vitesh mungesë, rikthehen në lojrat olimpike dimërore 2 skuadrat e yjeve. SBA Kanada pritet të sfidohen përballë njëra tjetrës gjatë ditëve të këtij aktiviteti. 2 ekipet që kanë në përbërje lojtar yje të NHL-s, pagat e të cilëve shkojnë deri në gjysmë miliardi dollar. 12 vjet pritje është një përjetësi për ata që pretendojnë të sundojnë botën. Në akull është Liga Kombëtare e Hokejt dhe pastaj vijnë të tjerat. Liga më e mirë, arenat më të mira dhe sigurisht lojtarët më të mirë. Nga Sochi 2014 e deri në Milano Cortina 2026, 12 vjet mungesë. Për shkak të përçarjes midis Ligës së Amerikës së Veriut dhe Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. E ka privuar spektaklin e këtij sporti në 2 olimpiada dimërore. Por tani pritjes i erdhi fundi. Dhe 2 gjigantët e hokejit në akull do të ndeshen sërish. Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 9 medalje ari për Kanadan, 2 për ekipin e SBA-s. Numri historik i medaljeve është mbreslënës dhe ekipi kombëtar i mbledhur nga Mike Sullivan, 46 vjet pas magjisë së Neil Breton, dhe atij ekipi legjendar do të kërkojë të ngushtojë hendekun dhe të rivendos krenarinë amerikane. SBA dhe Kanadaja janë padyshim 2 favoritët e duke shtuar pagat vjetore të lojtarëve të 2 ekipeve kombëtare. Totali arrin në 393 milion dollar. Kanadaja do të debutojë më 12 shkurt, në orën 16:40 kundër Republikës Çeke, të shortuara në grupin A me Zvicrën dhe Francën. Në orën 21:10, Shtetet e Bashkuara përballen me Letoninë në grupin C, ku luajnë Gjermania dhe Danimarka. Ndeshjet do të luhen në Santa Giulia Arena, ndeshje që po e pret me padurim të paktën gjysma e botës. Lindsey Vonn është operuar pasi pësoi një frakturë në këmbën e majtë, ndërsa raportohet se pas operacionit të kryer pasditën e së dielës, gjendja e saj paraqitet e qëndrueshme. Në vijim do të përditësohet informacioni për situatën e sportistes amerikane. Lindsey Vonn, pas rënies së rrezikshme në Cortina ku pësoi një frakturë në këmbën e majtë, është operuar në një spital në Treviso. Skiatorja amerikane mori fillimisht ndihmën e shërbimit mjekësor rajonal për lojrat olimpike dhe më pas u transportua me helikopter në poliklinikën Kodivia të Cortinës. Vonn u nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale ortopedike gjatë pasditës të së dielës dhe gjendja e saj ka qenë stabil, ndërsa detajet të tjera më të hollësishme priten të mësohet në vijim. Gjatë dishezës së lirë në Olimpia de Letofene, Lindsey Vonn u rrëzua pas pak sekondash dhe gara u ndërpre me njëherë. Kampioni amerikane u dëgjua të ulërinte nga dhimbja. Më pas ajo kishte deklaruar se kishte dëmtuar ligamentin kroçat në Crans Montana gjatë garës së fundit të Kupës së Botës. Lindsey Vonn pësoi një dëmtim, por gjendja e saj është stabil. Ajo është në duar të sigurta fal një ekipi mjekësh amerikan dhe italian, shkruan kështu Federata Amerikane në kanalet e vet zyrtare në rrjetet sociale. Pas rënies së Lindsey Vonn, disheza olimpike u ndërpre sërish për shkak të rrëzimit të skiatores nga Andorra, Cande Moreno. Edhe ajo u transportua me helikopter, u rrëzua gjithashtu edhe austriakja Nina Ortlieb, e cila u ngrit dhe nuk pati pasoja. Steroidet përdoren ende për doping të paligjshëm, por këto nuk janë të vetmet substanca të ndaluara që përdoren për përmirësimin e performancës. Dopingu gjenetik është në rritje dhe ky ishte fokusi i konferencës së Agjencisë Botërore Antidoping, mbajtur në Milano, ku po zhvillohet Olimpiada dimërore Milano Cortina. Dopingu gjenetik përdoret dhe nga sportistët me qëllim përmirësimin e performancës së tyre në ato ngjarje sportive që ndalojnë aplikime të tilla të teknologjisë së modifikimit gjenetik. Por disa justifikohen se po i përdorin dhe për trajtime ndaj sëmundjeve të ndryshme. Oliver Nigli, drejtori i përgjithshëm i WADA-s, Agjencisë Ndërkombëtare Antidoping, ka dalë në një konferencë për shtyp në Milano duke të rreshur vëmendjen e sportistëve pjesëmarrës në Olimpiadën dimërore të kenë kujdes nga përdorimi i dopingut. Përdorimi i dopingut sintetik po përdoret gjerësisht në popullat. Është përhapur shumë sidomos në palestra. Njerëzit po e përdorin në mënyrë të pakontrolluar, por ka edhe shumë sportistë që i përdorin, të cilët nuk e dinë se sa të rrezikshme janë këto substanca për shëndetin e atyre dhe nuk kanë absolutisht asnjë ide se çfarë do t'i bëjnë trupit të tyre. Ndaj ne duhet të jemi shumë vigjilent edhe në lidhje me dopingun gjenetik.
Dhe situata është rënduar më shumë pas periudhës së Covidit, ku ka ndikuar edhe vaksina. Mund të jenë modifikuar në gjen dhe pastaj trupi do të bënte diçka të ndryshme. Dhe kjo gjë mund të abuzohet për doping. Sfida logjistike është që testimi i dopingut të kryhet në kohë. E kreu i Vadas është i bindur se rregullat janë të forta. Çelësi është se si zbatohen rregullat dhe përpjekja për testim para ndeshjes. Fokusi kryesor i Vadas është testimi para garave të mëdha sportive, pasi sapo të fillojnë, është ITA, Agjencia Ndërkombëtare e Testimit, ajo që është përgjegjëse për mbledhjen dhe analizën praktike të testeve. Kemi një program gjithëpërfshirës antidoping, që është vënë në përdorim për çdo sport në këtë olimpiadë, që po zhvillohet në Milano Cortina. Të gjithë sportistët që po garojnë këtu janë testuar për doping muaj përpara se të vinin këtu. Ka një laborator të mirë në Rom, që është plotësisht i pajisur, krejtësisht i ri dhe që funksionon mirë. Pra, të gjithë elementët janë aty për të siguruar që sistemi funksionon mirë. Java e 23 e superiores në shifra tregoi se dominimi statistikor nuk ishte gjithmonë vendimtar për rezultatin final. Efikasiteti dhe pragmatizmi bën diferencën në shumë prej sfidave të kësaj jave. Edhe java e 23 e Abisnet Superiore konfirmoi se shifrat shpesh flasin ndryshe nga rezultati final. Zotërimi i topit, rastet apo goditje drejt portës nuk janë gjithmonë garanci përfitore, ndërsa skuadrat më pragmatiste arrin të marrin maksimumin. Edhe këtë javë zotërimi i topit nuk rezultoi vendimtar për të marrë 3 pikët. Dinamo, Vora dhe Teuta kryesojnë tabelën e mbajtjes së topit, por asnjëra prej tyre nuk arriti të fitojë ndeshjet respektive. Ndërkohë, Vllaznia e parafundit në këtë renditje me vetëm 43% zotërim, siguroi maksimumin e pikëve, ndërsa Tirana mbyll listën me 37%. Elbasani kryeson listën e rasteve të krijuara me mesatare 1.78, duke realizuar 2 gola dhe treguar efikasitet maksimal. Pas verdhebluve renditet Bylis që mund të kishte shënuar më shumë, ashtu si dhe Vllaznia e cila nuk arriti të realizojë golin e dytë. Në fund të kësaj tabele pozicionohet Egnatia që u tregua më pragmatiste. Një tjetër e dhënë interesante lidhet me goditjet nga distanca. Vllaznia ishte skuadra që provoi më shumë me 11 goditje nga jashtë zonën ndaj Vorrës. Pasaj renditet Dinamo me 10, ndërsa Partizani dhe Tirana janë skuadrat që provuan më pak me nga vetëm 2 goditje secila. Vllaznia kryeson edhe për goditjet në kuadrat me 9 të regjistruara në 90 minuta. Më pas vin Elbasani, Partizani dhe Flamurtari. Në anën tjetër, Vora mbyll këtë statistik me vetëm 1 goditje në port. Statistika e fundit e javës ka të bëjë me topat e humbur. Partizani renditet i pari në këtë aspekt me 9 topa të humbur, ndërsa Elbasani dhe Teuta janë 2 skuadrat që humbën më pak topa në përballje direkte me nga 3 secila. Java e 23 në shifra dëshmon edhe njëherë se futbolli nuk fitohet vetëm me statistika, por me efikasitet dhe zgjedhje të sakta në momentet vendimtare të ndeshjes. Vllaznia ka dominuar formacionin e javës së 23 të Abisnet Superiore me 3 futbollistë në rreshtimin 3-4-3. Specialistët e emisionit Supergol që transmetohet në RTS Sport përzgjodhen Edi Martinin si trajnerin më të mirë. Vllaznia nuk lëshon jo vetëm kreun e renditjes, por konfirmon edhe dominimin në formacionin e javës së 23 në Abisnet Superiore. Specialistët e emisionit Supergol që transmetohet në RTS Sport përzgjodhen Edi Martinin si trajnerin më të mirë pas fitores minimale në transfer ndaj Vorrës. Skuadra ideale është ndërtuar me skemën 3-4-3, ku qeblut përfaqësojnë bindshëm në çdo repart. Në mbrojtje Spikati Gjini, i cili ndali disa aksione të rrezikshme të kundërshtarëve, ndërsa në mes Fushkastrati dhe më përpara Kallaku dhan ekuilibër dhe cilësi. Çelësat e Portës këtë javë janë në duart e Mario Dajsinanit. Gardiani kampionëve ishte vendimtar me pritjet e tij, duke shpëtuar Portën në momente kyçe dhe duke ruajtur rezultatin. Në vijën mbrojtëse plotësojnë formacionin Bytyçi i Partizanit dhe Lula i Elbasanit, të pakalueshëm në duele, por njëkohësisht të rrezikshëm edhe në fazën ofensive. Mesfusha përbëhet nga Ndongi i Tiranës, i cili vijon të dhurojë paraqitje të nivelit të lartë, pavarësisht afrimit të Bardhelbut gjatë merkatos të janarit. Qefalia i Dinamos dhe Human i Partizanit plotësojnë repartin me energji dhe kontroll loje. Sulmi ndërtohet nga Bakayoko e Boje, 2 futbollistë që lanë firmën në ndeshje respektive ndaj Flamurtarit dhe Teutës. Sulmuesi Ignatias shënoi golin e vetëm me vlerë 3 pikëshe për kampionët.
ndërsa lojtari i Elbasanit ishte heroi i verdebluve, pasi i futur si zëvendësues nga stoli përmbysi rezultatin duke shënuar 2 gola për ta mbajtur ekipin në vendin e dytë në një kampionat që po bëhet gjithnjë më i fortë. Një tjetër javë është mbyllur në shenjën e Vllaznisë që merr në vor fitoren e 7 radhazi mes kampionatit dhe kupës. Egnatja dhe Elbasani e ndjekin pas rikthimit të fitore, ashtu siç bëri edhe Partizani që tani shpreson sërish për një vend në katërshe, duke përfituar nga momenti jo i mirë që po kalon Dinamo. Vetëm fitore që kur është futur viti 2026 dhe për Vllaznin në prag të 107 vjetorit të krijimit të klubit nuk ka ndalesas në vor, duke bërë që të gjithë të tjerët të ndjekin nga pas me shpresën e një hapi falës që nuk vjen. Martini e të tij ditën me maturit marrin 3 pikët për herë të 6 radhazi në kampionat, me një kallaku gjithnjë më shumë lider e me një manovër gjithnjë më funksionale. Ajo që mbetet për Egnatja në Elbasanin është ta ndjekin nga sa më pranë të munden. Rogoshina si të thyen llogorët në Vlorë, ku flamurtari vetëm flamur nuk po mban dot, edhe pse Moriero vazhdon të thotë se i ka pëlqyer skuadra që mbetet e fundit në renditje. Tetova protestoi me stil për 10 minuta, ashtu si fitoi po me stil, e udhëhequr nga Bakayoko që tjetërson skuadrën sa herë thirret në çështje, ndoshta jo aq sa duhet për politika të kuptueshme klubi. Përmbysjet i mori përsipër Elbasani e Partizani, njësoj të rëndësishme për Gvozdenovic e Kërnajen. Boje fitoi garën e debutuesve protagonist në Elbasan duke përmbysur avantazhin e Gonçalves që nuk e shpëtoi dot dobin nga fundi një serie prej 10 ndeshjesh pa fitore që e kanë vënë teknikun me shpatulla pas murit. Pa shumë zhurmë, po me këmbgulje, Partizani provon të shqetësojë Dinamon për një vend në katërshe. Sidoqoftë kushtet kanë shumë gjëra për të stabilizuar mbrojtjen të parën, sepse kaluan nga makthi në eufori vetëm në fund të ndeshjes në Ballç, duke qenë -5 nga blut. Daja rigjeti ritmin e lojën, por jo rezultatin, i kondicionuar nga 1 orë me 10 lojtar kundër një Tirana që veç golit në start bëri shumë pak, sipas 13 pikësh nga 15 të mundshme në 5 ndeshjet e fundit. Java e 21 e kategorisë së parë u karakterizua nga barazimet, ndërsa Laçi dhe Kastrioti shfrytzuan më së miri ndalesat e rivalëve. Gara për kreun dhe zonën play-off mbetet plotësisht e hapur. Shenja e barazimit ka dominuar ndeshjet e javës së 21 në kategorinë e para, aty ku nuk munguan surprizat dhe polemikat. Nga 6 takimet e luajtura, 4 prej tyre nuk prodhuan fitues, duke reflektuar drejt për drejt në renditje në prag të mbylljes së fazës së dytë të kampionatit. Të dielën Besa dhe Luftëtari u ndan në barazim 1-1, ashtu si Burreli me Ilirin, rezultate që nuk ndryshuan ndjeshëm pozicionet e skuadrave respektive. Gjirokastritët mbetën të parafundit në renditje, ndërsa Kavajasit e drejtuar nga Magani dështuan edhe këtë herë të marrin 3 pikët për ndeshjen e 4 radhazi, duke mbetur jashtë zonës play-off. Burreli nuk shkoi përtej barazimit përballë Iliris dhe rëshket në vendin e 5, duke u parakaluar nga Kastrioti, ndërsa skuadra nga Fushkruja mban pozicionin e 6. Surprizë e javës ishte ndalesa e Skënderbeut në Peshkopi në një ndeshje të mbyllur pa gola, por edhe barazimi me polemika 2-2 Hipogradecit në transfer ndaj Apolonis. Nga kjo situatë përfitoi më së miri Laçi, i cili pas fitores minimale në transfer ndaj Lushnjës, ngushtoi në vetëm 3 pikë diferencën me Skënderbeun kryesues, duke lënë të hapur garën për vendin e parë. Në një javë të mbetur nga përfundimi i fazës së dytë, kategoria e parë hyn në një moment vendimtar. Barazimet e shumta kanë rihapur llogaritësi për kreun, ashtu edhe për zonën play-off, duke premtuar një fund kampionati me tension dhe emocione. Pas kampionatit është radha e Kupës së Shqipërisë që do të luajë ndeshjet e para çerek finale. 2 ndeshje do të luajnë të martën dhe 2 të mërkurën, ku spikat derbi kryeqytetit mes Tiranës dhe Dinamos, vetëm 4 ditë pas përplasjes në superiore. Në mesjavë, skenën e futbollit do ta marrë Kupa e Shqipërisë me ndeshjet e para çerek finale. 8 skuadra të gjitha të Abisnet Superiores do të nisin përplasjet e para vajtje ardhje në kërkim të një trofeu të rëndësishëm.
Bylis Vllaznia ngresi parën e çerek finaleve me shkodranat që vinë në këtë sfidë nga 7 fitore radhazi mes kampionatit e kupës e gjejnë një kundërshtar të shpërqendruar nga renditja që është në zonën e rënies nga kategoria. Nikola Tovanat e Utar që ka më shumë se një fazë kampionati që nuk njeh fitore dhe suksesin e vetëm në këtë periudhë ka në kupë, do të përpiqet të jap kuptim tjetër sezonit përballë Gnatias që herë në fundit doli fituese në Durrës në mbyllje të 2025-s. Vetëm 4 ditë nga përplasja e kampionatit, derbi kryeqytetit Tirana Dinamo rinovon njëjët për kupën. Skuadra Dajes, pasi përballoi Bardhë Blut me një lojtar më pak për një orë lojë, tani do të kërkojë të mbrojë statusin e trofembajtësit. Në nethet e mbjetesës, Tirana e sheh kupën si mundësinë vetme për të prekur Europën, por pengesa nuk është fare e thjeshtë. Të fundit zbresin fush Elbasani e Partizani, dy skuadra që janë të etura për trofe dhe do t'i japin jetë një ndeshje të paparashikueshme, duke qenë se edhe herën e fundit që dy skuadrat u sfiduan pak ditë më parë në kampionat, prodhuan një barazim dramatik 2-2. Sigurisht për te dëshirës për të siguruar kualifikimin që në ndeshjen e parë, me rëndësi është edhe krijimi i një rezultati të favorshëm për kthimin. Futbollistët shqiptar vijojnë të dhurojnë paraqitje pozitive në Europë. Arlinda Jeti ka qenë protagonist këtë fundjavë, teksa Seferi dhe Muçi kanë qenë vendimtar me skuadrat e tyre. Futbollistët kuqezi që aktivizohen jashtë vendit vijojnë të dhurojnë paraqitje pozitive me disa prej tyre që kanë spikatur në fundjavë, duke dhënë kontribut vendimtar për skuadrat respektive ku aktivizohen. Protagonisti absolut i javës ishte Arlinda Jeti, që ndërmbrojtësi kombëtares realizoi 2 gole në fitoren e thellë 0-5 të Adana Demirspor ndaj Bodrum Sport, duke shënuar 2 golat e parë të takimit dhe duke udhëhequr ekipin drejt një suksesi bindës. Një paraqitje shumë e mirë për mbrojtësin kuqezi, i cili u shfaq vendimtar edhe në fazën ofensive. Paraqitje të shkëlqyer zhvilloi edhe Taulant Seferi në të njëjtën sfidë. Sulmuesi shqiptar shënoi golin e 5 të takimit dhe dhuroi asist për golin e 4, duke mbyllur një ndeshje perfekte. Ky ishte goli i 13 sezonal në kampionat për Seferin, i cili vijon të konfirmohet si një nga lojtarët më vendimtar të skuadrës së tij. Në Turqi spikati gjithashtu Ernest Muçi. Sulmuesi kuqezi realizoi një gol dhe dhuroi një asist në fitoren 3-0 të Trabzonspor në transfer ndaj Samsunspor, duke qenë një nga lojtarët më të mirë në fushë dhe duke dhënë kontribut të rëndësishëm për skuadrën e tij. Ky ishte goli i 9 sezonal në kampionat për Ernest Muçin. Titular me klubet e tyre këtë javë ishin gjithashtu Tomas Rakosha, Mario Mitaj, Berat Gjimshiti, Qezim Laçi, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Arbër Hoxha, Jasir Hasani, Rejmane dhe Anis Mehmeti, të cilët vijojnë të japin kontribut të rëndësishëm me klubet e tyre. Yine takım halinde sevinç. Kampionatet elitare europiane vijojnë të dhurojnë emocione me gara të forta për Kreun. Inter udhëheq Serie A, Barcelona La Ligën dhe Arsenal Premier Ligën. Shohim së bashku se si ka qenë kjo fundjavë e futbollit në Europë. Kampionatet europiane vijojnë të dhurojnë emocione të forta dhe një garë gjithnjë të zjarrt për trofet kryesor. Në Serie A është luajtur java 24, ku kryesimin e mban Inter me 58 pikë. Zikaltri dhan një tjetër sinjal force këtë fundjavë duke shkatruar Sassuolon me rezultatin e thellë 5-0, ndërsa vazhdojnë përpjekjet për të shkëputur nga ndjekësit. Milan renditet i dyti 8 pikë pas Interit duke mbajtur ende gjallë shpresat për titull. Vendin e tretë e mban Napoli me 49 pikë që triumfoi 3-2 ndaj Genoas në një sfidë dramatike, ku nuk munguan golat, emocione dhe kartoni kuq për napolitanët. Juventus plotëson zonën Champions, por u ndal në një barazim 2-2 përballë Lazios. Në Premier League raundi 25 ka konfirmuar edhe një herë intensitetin e kampionatit anglez. Arsenal mban fronin me 56 pikë dhe nuk gaboi ndaj Sunderland duke fituar pastër 3-0. Manchester City i Pep Guardiolës vazhdon të jetë kërcënim serioz, duke u ngjitur në vendin e dytë me 50 pikë pas fitores 2-1 ndaj Liverpoolit në një ndeshje të fortë dhe të luftuar. Aston Villa nuk e lëshon vendin e tretë, megjithëse u ndal në një barazim 1-1 përballë Bournemouth. Ndërkohë, në La Liga emocionet janë të garantuara me një garë shumë të ngushtë për titullin kampion. Pas javës së 23, Barcelona kryeson renditjen, vetëm një pikë përpara Realit Madridit. Katalanësit bën detyrën ndaj Mallorcës duke fituar 3-0, ndërsa madrilenët ju përgjigjen menjëherë me suksesin 2-0 kundër Valencias. Atletico Madrid ndodhet në vendin e tretë, por 12 pikë larg Kreut dhe këtë fundjavë bëri një fals duke u mposhtur 0-1 nga Real Betis. Futbolli amerikan ose Super Bowl 60 u fituan nga Seattle Seahawks me shifrat 29-13 kundër ekipit nga Bostoni Patriots. Momenti kyç ishte në çerekun e 4 të lojës, ku rezultati shkoi 19-0. Jason Myers shënoi 5 herë për Seahawks duke vendosur një rekord në Super Bowl.
Seattle Seahawks janë kampionët e Super Bowl 60 për vitin 2025, pasi mposhtën New England Patriots me rezultatin 29-13. Këtëherë, historia e përballjes u shkrua nga mbrojtja, teksa ata që spikatën më tepër ishin Nate Walker dhe Jason Myers. Sulmi i dy skuadrave nuk shënoi asnjë touchdown, ndërsa u realizuan 2 gole radhësi në posedim me topi për të hapur çerekun e 4 të lojës. Seattle Seahawks fitoi sepse mbrojtja e saj ishte më dërmuese se ajo e New England. Seahawks goditi 6 herë lojtarin e Patriots, Drake Maye. Mbrojtja e Seattle nuk e lejoi New England të futej në zonën e kuqe deri në 3 minutat e fundit të ndeshjes. Yllimi i madh i Seahawks ishte Walker, që përfundoi ndeshjen me 29 prekje topi. Kjo ishte ndeshja e tij e tretë radhazi me më shumë se 20 prekje, ndërsa Myers goditësi i Seahawks vendosi një rekord me 5 golat e tij nga fusha. Nga ana tjetër, me fitoren e fundit në Super Bowl, 38 vjeçari Mike McDonald bëhet trajneri i tretë më i ri në ligën kombëtare të futbollit profesionist në Amerikë. Numri zyrtar i pjesëmarrësve në Super Bowlin e këtij viti ishte 70.823. Kjo është një rritje në krahasim me Super Bowl 59. Kemi ardhur në fund, kjo është e gjithçka e përgatitur nga Telerevista Sportive dhe kolegët e RTS Sport për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë do të shihemi sërish nesër.